E pabesueshme ky ndërtim gjigant njerëzor, po ngadalson rrotullimin e tokës. Hulumtimet e fundit të NASA-s kanë zbuluar se diga e 3 grykave në Kinë, projekti më i madh hidroelektrik në botë, po e ngadalson rrotullimin e tokës me 0.06 mikrosekonda në ditë. Ky fenomen është për shkak të rezervuarit gjigant të digës, i cili përmban 40 miliard metra kub ujë, duke shkaktuar një rishpëlarje të konsiderueshme të masës në tokë. Ndërsa ky ujë grumbullohet, ai ndryshon shpërndarjen e peshës në sipërfaqen e planetit, duke ndryshuar dinamikën e tij rrotulluese. Gjeofizikani i NASA-s Benjamin von Gau u shpreh se rishpërndarja e masës në sistemin e tokës ndikon rrotullimin e saj. Ai tha se edhe vonesa prej 0.06 mikrosekondash në ditë mund të duket e papërfillshme, është një pjesë e matshme e kësaj rishpërndarje. Ky fenomen ndjek parimin se lëvizja e masës drejt poleve përshpejton rrotullimin e tokës, ndërsa lëvizja drejt ekuadorit e ngadalson atë. Diga e 3 grykave ngrihet 185 metra mbi lumin Janse dhe shtrihet për më shumë se 2 kilometra, prodhon një sasi të habitshme prej 22 presje 500 megawattësh energji elektrike, një fuqi që tejkalon prodhimin e energjisë në shumë vende. Megjithatë, ndikimi i saj shtrihet prej prodhimit të energjisë, pasi ndikon në karakteristikat fizike të tokës, përfshi rrotullimin e saj. Aftësia e tokës për të rrotulluar varet nga shpërndarja e masës së saj në lidhje me boshtin e rrotullimit. Kur masa zhvendoset drejt ekuadorit, rrotullimi i planetit ngadalsohet. Anasjelltas, zhvendosja e masës drejt poleve përshpejton rrotullimin e saj. Rezervuari masiv i digës së 3 grykave është një shembull se si inxhinieria njerëzore mund të ndikojë në këtë ekuilibër delikat. Ndikimi i digës së 3 grykave është pjesë e një trendi më të gjerë të aktiviteteve njerëzore që po ndryshojnë vetitë fizike të tokës. Projektet e mëdha të infrastrukturës të tilla si digat dhe pompimi i ujrave nëntoksor mund të ndikojnë në nivelet e detit, të anojnë boshtin e tokës dhe të rishpërndajnë masën. Për shembull, tsunami indonezian i vitit 2004, një fenomen natyror, e zhvendosi polin e veriut me 2.5 cm, duke demonstruar se si fenomenet natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu bashkëveprojnë me dinamikën e tokës. Ndërsa diga e 3 grykave nxjerr në pa perspektivat e inovacionit njerëzor, ajo ngre gjithashtu pyetje në lidhje me ndikimet afatgjata mjedisore. Ngadalsimi i lehtë i rrotullimit të tokës nxjerr në pa marrëdhënien komplekse midis inxhinierisë njerëzore dhe sistemeve planetare. Ky efekt i digës në rrotullimin e tokës është si i pashmangshëm ashtu edhe delikat. Kontrolloi CAO duke theksuar rëndësinë e njohjes së ndikimit në rritje të njerëzimit në proceset natyrore. Projekte të tilla kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm të ndikimeve të tyre më të gjera për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm dhe të përgjithshëm.